Mirë, jemi live në Euronews Albania, ashtu sikur se ju njoftova pak minuta më përpara në këtë pjesë të ndalimit të zhvillimet politike brenda vendit, duke qenë se duhet thënë që dy partitë kryesore, dy partitë më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, janë duke kaluar një proces rëndësishëm në atë në cilin ato do të prezantojnë edhe kandidatët për deputet. Ditën e sotme, ashtu sikur se dhe ishte njoftuar, kryesocialisti Edi Rama ka zhvilluar një mbledhje me dyert të mbyllura me drejtuesit politik të 12 qarqeve, secili prej tyre i ka dorëzuar listën paraprake të kandidatëve për deputet. To pamjet cilat jeni duke ndjekur janë pamjet e pak minutave më përpara ku kryeministri apo kryesocialisti Edi Rama është afruar pranë ambienteve ku do të mbahej ky takim dhe përqendrimi do t'jetë kryesisht tek listat e kandidatëve për deputet. Ka patur faktikisht edhe kritika për mënyrën se si ky proces është realizuar nga ana e Partisë Socialiste, duke qenë se dhe të premten dhe të shtunën ka patur një takim i cili pasohet dhe nga një takim ditës së diel, duke qenë se nuk është bërë aq publik sikurse ka vendosur që Partia Demokratike të bëjë procesin e primarëve, i cili po ashtu është kontestuar për sigurisht në aspektin e brendshëm se si janë realizuar dhe nëse do të aplikohen edhe në listën e kandidatëve për deputet, e kam fjalën që nëse primare do të përkthehen në emrat më të votuar, në emrat cilat do të jenë në listat e mbyllura. Kemi shumë për të diskutuar, shumë pikpyetje me gjithë procesin e cilin janë duke kaluar jo vetëm dy partitë më të mëdha politike të momentit, por edhe partitë e tjera të cilat duket se secila është në garë për të maksimizuar votat dhe për të fituar zgjedhjet. Dua të prezantoj të ftuarit e mi, kam kënaqësinë të kem në studio Arsita Gjyli. Unë sot do të prezantoj si një nga njerëzit të cilët është pjesë e portalit Deputeti që dua, me një aspirat për të qenë pjesë e kandidatëve të ri, listave për deputet. Migen Qiranxhi, unë të prezantoj si aktivist të Qendrës së Qytetarit tashmë prej vitesh. Faleminderit shumë që të kam sot në studio dhe po ashtu në lidhje Skype kam Daniel Nikolen. Tani Daniel, pjesë e Partisë Demokratike, po ashtu dhe ti pjesë e një procesi të rëndësishëm brenda partisë që ka qenë edhe procesi i primareve. Pa tjetër, si fillim aktivist si votës diasporës dhe mëtej si rrjedhë eventuale pjesë primare. Dakor, se as Arseti nuk e prezantova si pedagoge, kështu që ju ndava pak për t'ju prezantuar në pozicione politike të momentit. E kemi nisur nga diku të gjithë, do me thënë. Patjetër. Dhe kështu do t'ishte më e mira gjithë ata cilët janë në politikë të kenë një profesion, se politikani nuk është profesion apo jo Migen. Normalisht do duhet të kenë një kontribut dhe një angazhim shoqëri për cilën mund të dëshmojnë edhe të çojnë përpara. Politika e re, si e fillimisht në pak tension për të kuptuar se si do të jetë edhe procesi i listave, çfarë pretendon aspiratat e tua personale, si do funksionojë procesi, sa informacion keti për gjithë anë që po ndodh? Sa i takon procesit të deputetit që duam, mendoj që është një mision i kryer me sukses, në sensin e asaj që janë evidentuar kandidatët të cilët janë potencial për të qenë në lista. Patjetër që i gjithë procesi pastaj është kaluar tek drejtuesit e qarqeve, të cilët kanë bërë të gjithë analizën e tyre për kandidatët potencial dhe patjetër që këta kandidatë cilët konsiderohen si, po themi, duke marrë të gjithë atë multidisciplinaritetin e analizës për një kandidat, do të propozohen pastaj si të barabartë me pjesën tjetër të deputetëve të propozuar nga drejtuesit e qarqeve. Kështu që procesi i deputetit që duam në një farë mënyrë ka arritur tek një lloj finale, duke qenë se tani po diskutojmë për listat finale. Dhe patjetër që kryesia e partisë do të jetë ajo që do të ketë diskrecionin për të dhënë edhe atë vendimin final se si gjykohet për të qenë edhe listat finale të cilat do të sigurojnë edhe maksimalizimin e votës. Keni një informacion se do ndodhi gjitha kjo, qoftë nga vendosja e kritereve në zgjidhjen e gjithë secili, se sot unë transmetova pak edhe disa nga pamjet live të cilat kanë të bëjnë me kryesocialistin Edi Rama, i cili është afruar në ambientin së bashku me 12 drejtuesit e qarqeve, të cilët do të prezantojnë edhe listat e tyre. Si do të zhvillohet gjithë procesi? Në dijenin time do të bëhet një prezantim i kandidatëve, kandidatët për deputet cilët janë, po themi, janë lançuar nga një sit partijake, paralel me kandidatët cilët konsiderohen të
potencial në kuptimin e asaj që sa vota arrin të mbledh një kandidat i deputetit që duam, sa figurë publike është ajo, sa është lançuar ai mediatikisht, sa e njohin njerëzit, dhe se çfarë pune është bërë nën rrogozin e gjithë kësaj për gjatë gjithë procesit të deputetit që duam, dhe patjetër që do të gjykohet në, siç e thash, në një multidisciplinaritet e gjithë kjo, për të parë se ku qëndrojnë kandidatët e deputetit që duam, nëse duhet jenë tek listat e mbyllura apo tek listat e hapura. Nuk dihet ky detaj apo ky detaj nuk dihet as mediatikisht as publikisht, kështu që le të mbetemi në pritje të vendimit të kryesisë së partisë. Miguel, të marr një koment, me që i kemi të dy, po themi, do të marr fillimisht një koment për Partinë Socialiste si e ke parë gjithë procesin, pastaj pas të jap fjalën e Danielit, komentojmë pak dhe Partinë Demokratike dhe pastaj e hapim gjithë bisedën. Shiko, partitë politike sigurisht që është një karakteristike e dyja partive. Në këto 30 vit partitë ose liderët kryesorë që tashmë janë me një eksperiencë 30 vjeçare në politikë, kanë kuptuar që kur afrojnë zgjedhjet duhet krijojnë mekanizma të hapjes së partisë edhe të, le të themi, krijimit të një imazhi që partia tashmë është hapur, po futen të rinj edhe këto mekanizma kanë ardhur në mënyrë të ndryshme. Partia Socialiste tashmë ka deputetin që duam, kurse Partia Demokratike ka primaret. Ato që nisin në mendimin tim, dhe gjitha këto procese kanë nisur si maksi procese, pra si proceset mëdha që do garantonin hapjen e partisë, ndërkohë që nuk kur kanë përfunduar si quasi procese, ose gjysmë procese ku ata të cilët kanë bërë rrugtimin janë përdorur, por nuk kanë rezultuar të jenë përfaqësues, edhe e gjithë ky tension që edhe ne po flasim që kandidatja, le të themi, e reflekton. Unë mendoj që kjo nuk duhet të ishte, sepse në një farë mënyrë e ngjan një forme të telebingos, në kuptimin që ti duhet presësh. Shiko, po kjo nuk lidhet vetëm, ja ta them, kjo nuk lidhet vetëm me. Unë s'kam ndonjë tension, ideja është që patjetër që çdo kush që është involvuar në një, jo, sa të them vetëm një fjali, çdo kush i involvohet në një proces të tillë, dhe që ka një lloj aspirate për të arritur, nuk është qëllim në vetvete që neve s'na zë gjumi, u futëm apo jo në lista sepse karriera politike është e gjatë. Por patjetër që kemi këtë lloj aspirate dhe çdo kush do donte të ishte mundësisht në lista të mbyllura. Nuk është faji jot që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë autokritaristë dhe kryetari vendos për gjithçka, dhe në këtë kuptim ti e ke pamundur objektivisht të kuptosh. Domethënë në Partinë Socialiste, po mos më ndryshë se nuk do ta. Shiko, as unë nuk do ta përfundoj dot dhe ti nuk ke çat kundërshtosh. Në Partinë Socialiste edhe ministrat kur janë zgjedhur i ngjan një lloj kështu telebingo, ku ai që ikën e merr vesh në sallë dhe ai që vjen hap syt dhe thot ku jam këtu. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë proces, ku duhet ishte menaxhuar më mirë. Pra fjala vjen, do duhet kishte një proces shumë demokratik brenda Partisë Socialiste, ku ju të kuptonit në kohën e dur dhe me disa mekanizma që janë të matshëm, pra ky multidisciplinarizmi që ju thoni duhet të jetë i matshëm. Dhe duhet ta kuptojnë edhe qytetarët tjerë edhe anëtarët e partive. Pra, kush janë aksionet e tua, si bëhet analiza, kush vjen nga baza, si do shkoj deri në një moment. E njëjta gjë ndodh edhe në Partinë Demokratike, dhe kjo nuk është për fajt të rinjve të cilët i qasen partive, por është për fajt të partive të cilat kanë këtë lloj mungese demokracie brenda tyre. Edhe në Partinë Demokratike zhvillohen primare dhe një ditë mbas primareve kryetari del dhe thotë që kjo nuk është i vetmi kriter ku ti duhet, dhe pavarësisht se ti je i votuar, ti nuk kupton se kush është kriteri pasaj që do të çojë si përfaqësues në kuvend. Dhe esenca e një të zgjedhur në kuvend duhet të vinë në mënyrë logjike, pra nuk duhet të vinë në mënyrë surprizuese apo kalkulative. Sigurisht kalkulative kur bëhet fjalë që cilat janë aksionet e tua, cili është kontributi jot në parti, cili është lidhja jote me bazën, cila është lidhja jote me qytetarin, me komunikimin, me aftësitë. Të gjitha këto janë, po të gjitha këto janë matricë, po këto janë matrica të hapura. Po janë matrica të hapura, tani. Dhe kjo e hapur është sepse për aq kohë sa, do të them një detaj, për aq kohë sa deputeti që duam ka prodhuar një target kandidatësh të cilët për të cilët është bërë një analizë. Ky është quasi proces, pa po them. Ky është proces, është i bërë si proces. Është bërë si proces. Është konsideruar si kandidat. Unë si gazetare, për shembull, unë nuk kam informacion se pse zoti Rama ka vendosur që me dyert të mbyllura të bëjë gjithë takimin. Dhe ky është një, besoj keni ndjekur dhe në lajme që shumë gazetarë që dalin për të raportuar thonë që është bërë takimi, pra deri këtu dim.
takime 12 drejtuesit e qarqeve, nuk dihet se si do realizohet procesi, nuk dihet se çfarë po ndodh, nuk ka patur kritika ndryshe në Partinë Demokratike që në procesin e primareve, që është e vërteta, edhe përpara procesit që kur u njoftua, kishte deputet që dolën e kritikuan procesin e primareve, e konsideruan se një proces që është i vonë, një proces që nuk sjell asgjë, një proces i cili mund të përçajë Partinë Demokratike, një proces i cili kandidatë që u tërhoqën, domethënë nga procesi primar. Pati kandidatë të cilët u tërhoqën, kandidatë të cilët e theve vetë shumë mirë. Ka pati një lloj kritike, një reagimi. Kritika, po pra prandaj u them që të dy platformat ka kritikë. Nuk kanë vërejtur kritika, apo sidomos zëra brenda Partisë Socialiste, të cilët e kanë kundërshtuar, e kanë kritikuar, ka një opinion ndryshe. Pse ndodhi gjitha kjo? Ti je brenda saj. Pavarësisht që je në këtë iniciativë politike. Në perceptimin tim, gjithë kjo vjen për faktin që është në një farë mënyrë deputeti që duam e ka patur shumë më të qartë për t'u evidentuar ata kandidatë që janë më potencial. Nëse unë aspiroj dhe unë e gjykoj veten si një kandidate potenciale për të qenë pjesë e listave emërore, unë jam ndier e vlerësuar për aq kohë sa ky lloj rekomandimi është dërguar tek po flas për drejtuesen politike, për drejtuesit politik, e kam quajtur vlerësim, e kam quajtur vlerësim faktin që kam patur mundësinë, pra kjo del përtej asaj hermetizimit që thoni ju apo skematizimit, për faktin që unë e kam patur targetin ta takoj drejtuesin politik, të kem një bisedim me të dhe të shikoj se ku jam në këtë. Dhe për aq kohë sa unë e gjykoj të arsyeshme se për mua si kandidat potencial është bërë ky lloj vlerësimi, unë do të jem një nga kandidatët e diskutuar për kontributin që unë kam dhënë në këtë proces. Për mua është okej, pastaj se kush është qasja e partisë. Ju do e kuptoni se kush nuk e bëri pjesë të listës. Jo, për aq kohë sa partia e gjykon se në këtë pikë të momentit politik ku jemi, duhet ketë këtë lloj hermetizimi, diskutimi për kandidatët për deputet për aq kohë sa ne e dim shumë mirë që çfarë lloj ovacioni marrin këto lloj informacionesh në media dhe ndoshta kjo është në të mirë të optimalizimit votës finale të partisë, atëherë nuk e gjykoj fare gabim. Po është demokratike kjo? Po është demokratike, për aq kohë sa diskutohet së brendshme ka vetë partia dhe pastaj do jepet një shpjegim nga kryetari që në informacionin tim ka një diskutim që sot kryetari i partisë do dali të bëjë një deklaratë mbi këtë çështje për të diskutuar për këtë, por le të presim. Deri diku mund të jetë e kuptueshme që kryetari mban mbledhjet të organizimit të partisë në mënyrë hermetike, por nuk duhet ta mbajë hermetike për anëtarët e vet, por gjithsesi pyetja ime është, si ka mundësi që po thuaj që është hermetike për anëtarët? Anëtarët janë pjesë e takimit dhe janë të informuar për këtë. Tani ti po kandidon dhe ti do e marrësh vesh në mënyrë surprizë nëse kandidon, nëse do futesh nëse lista se jo. Pra e di apo jo është pyetja me Genit? Unë jam informuar deri në pikën që unë jam e kënaqur me informacionin që kam. Ju jeni ti informuar. Kështu që nuk kam pse të dal në ne nuk kemi këtu po bëhet fjalë për një të mirë publike, këtu nuk bëhet fjalë për që për emira publike, por emira publike domethënë kandidati që përzgjedhet shkon konform me të mirën publike dhe me optimalizimin e vetëm një pyetje kisha. Mekanizmat që do ju zgjedhin ose jo, do ju vjen ju në dispozicion pa ky multidisiplinarizmi që ju thoni? Do ju vjen në dispozicion pasi ju ta kuptoni që jeni ose jo? Pra nëse jeni, ta kuptoni pse ata të tjerë nuk kanë fituar dhe nëse nuk jeni, ta kuptoni pse ai tjetri ka dalë përpara jush? Patjetër që po. Aktualisht, në pak nga bisedimet që kam patur, jam në dieni të asaj që tham, të këtij procesi dhe mënyrës se si do të bëhet përzgjedhja të paktën për kandidatët e deputetit që duam, me ata të cilët unë konkurrojnë në një farë mënyre. Pastaj sa i takon pjesës përzgjedhjes finale, do kemi mundësi ta diskutojmë Gen, ndoshta për të bërë një krahasim me Partinë edhe Demokratike. Ju jeni bërë pjesë e procesit, ju nuk keni dizenjuar procesin, kështu që nuk keni pse ndjeni të sikletosur nëse procesi ka problematika në unë nuk po flas fare si dizenjuese, dhe kritika i bën shumë mirë, kritika nuk është absolutisht jam mëse dakord vetëm me një detaj me Mikin që do të thotë se çdo proces ka patjetër mundësi për të përmirësuar edhe për të demokratizuar edhe më shumë në të ardhmen, por duhet të thënë që këto janë edhe pak si forma deri diku që hasin edhe diskutim për përmirësim në të ardhmen. Daniel, si e ke parë gjithë procesin, duke qenë se ti sapo e ke kaluar procesin e primareve, paralelisht po flasim edhe për procesin e Partisë Socialiste, ndryshe, por një lloj mekanizmi për listat e kandidatëve për deputet. Si e komenton? Patjetër, procesi i primareve ishte proces që unë do ta gjykoja
i mirë për këdo që u fut edhe u bë pjesë e saj, qofshim ne që jemi të rinj që mbase përqasemi për herë të parë edhe me i pjesë më të gjerë të antarësisë së Partisë Demokratike, qoftë kjo edhe për personat të cilët mund të jenë edhe në Parlament në Shqipërisë edhe persona që kanë kontribut edhe më të madh në ligjvënie dhe në gjëra të tjera në Partinë Demokratike dhe në shtetin shqiptar, të cilët deri diku e vlerësuan veten e tyre me votën e antarësisë. Unë personalisht garoja në qarkun e Tiranës, pata një dizavantazh të vogël sepse isha i prurje nga diaspora dhe sigurisht antarësia e cila ishte kualifikuar të votonte ishte antarësia e Shqipërisë. Në një moment dytë sigurisht edhe diaspora do kaloj ato kualifikimet e veta për të qenë pjesë e votimeve nga jashtë Shqipërisë. Gjykoj që faza e parë shkoi shumë mirë, pra unë vetë sigurisht pretendoja që të kisha edhe më shumë vota etj, por kjo është garë personale me veten time. Në garë është sfidë edhe për vete, sepse në një farë mënyrë ju sfidoni dhe vetën tuaj, është hera e parë. Patjetër. Dhe normalisht nuk pritet që gjithë të marrin maksimumin e asaj çfarë kanë kërkuar, është edhe për ta provuar, ndoshta edhe si hap i parë. Sigurisht, ajo që do thoya është që në rast parë ishim 82 kandidatë nga Tirana. Pra ishte një rreth më i vogël se sa platforma tjetër që keni diskutuar deri tashmë. Gjëja tjetër është që sigurisht janë më shumë se një faza. Pra faza parë ishte ajo e votimit ndër antarësinë e Partisë Demokratike për treguar pesh nëse duam ta quajmë kështu në rang antarësie e gjëra tjera, por sigurisht është faza e dytë e cila ka disa kërkesa të ndryshme, qoftë kjo ajo që është thonë edhe nga kryetari i partisë për antarësimet në diasporë, qoftë kjo për mbrojtjen e kauzave të opozitës në publik e angazhimet të tjera në Partinë Demokratike, të cilat unë kam përshtypjen të gjithë ata që kanë garuar plus minus qëndrojnë me balanca të ngjashme. Tani pritet sigurisht që të dalin emrat së shpejti. Këtu bashkohem me Mirgenin, sigurisht që këto emrat janë pak si diçka që pritet në momentin e fundit, pra proceset gjithmonë kanë nevojë për demokraci edhe më të gjerë për të kuptuar edhe më shumë se ç'po ndodh, por pak a shumë secili për nesh i ka ato sinjalet e veta dhe unë gjykoj procesin tërësi ka qenë shumë demokratik dhe shumë i nevojshëm dhe sigurisht si herë e parë gjykoj që në radhët e tjera që do vinë, edhe me përmirësimet që na japin në raste si ky i tanishmi, besoj që do bëhet edhe më demokratik. Për shembull, unë do preferoja që ajo lista e 82-shit ishte edhe më e ngushtë dhe ne dilnim përballje me njëri tjetrin, të shpalosnim ide e më gjerë në mënyrë që edhe elektorati i djathtë, i cili ishte një antar një vot, kishte mundësi më të gjerë për të kuptuar më shumë edhe për të rinjt edhe për diasporën. Por në tërësi, duhet të thënë që është një proces i cili ka ndodhur vetëm Partinë Demokratike në atë lloj. Si të duket ky Parti Socialiste, me që the që është një proces i ndodhur vetëm te njëra parti demokratik, si e ke parë deputetin që duam dhe takimin me dyert të mbyllura të zotit Rama për gjatë fundit të kësaj jave, duke edhe vazhduar dhe sot, se sot ndoqëm pamjet live. Atëherë shoh në disa pika. Në rast parë takime me dyert të mbyllura, nëse është takim me dyert të mbyllura, atëherë nuk e kam me media sigurisht, por nuk meriton vëmendjen që ka marr. Pra nëse është takim me dyert të mbyllura dhe Partia Socialiste vetë nuk ka nevojë pse të dërgoj deklarata për shtyp për asnjë media për të marrë interes. Në momentin që është me dyert të hapura, atëherë sigurisht që e meriton vëmendjen e duhur sepse aktualisht është qeveria aktuale. Për sa i përket procesit të deputetit që duam, unë kam qenë në diskutim, në debate televizive dhe me pjesëtar tjerë të këtij procesi dhe mua më rezulton që janë mbi 1700 pjesëmarrës në këtë proces dhe nëse të 1700 ne vendosim në herën e parë i cili ndodhi procesi, vetëm 0.2 aplikantë. Në vitin e parë sa ka qenë 700? 700. Jo, ka qenë varianti finali. Jo 1700, domethënë. Okej, dakor. Atëherë njerëz ndryshon se gjëra ndryshon. Gjithsesi, sepse do bëjmë 100 lista për deputet pastaj. Dakor, un po e marr një të mesme më afër 700-s diku te 1000. Nëse këtë e llogarisim me herën e parë të cilën ndodhi ky proces, vetëm 0.5% e tyre arritën që të bëhen ose deputet ose ministër ose të kishin dikastere ndryshme. Pra me aq sa më thën nga kolegët tuaj pjesë e procesit, një përqindje e pa konsiderueshme janë bërë pjesë më teje. Që do thotë vetëm një target ata të cilët plotësojnë kriteret për çfarë duhet jetë. Pa nuk ka se si tjetë ndryshe, se nëse do ishte masive, çfarë kuptimi do kishte procesi, duhet jetë filtruar. Jo, masive. Dhe për procesin e primarëve pak a shumë do të ndodhë një njëjta gjë, jo të gjithë
Jo, nuk është e njëjta gjë, këtë po mundohet të them. Listat mbyllura dhe mendoj që këtu çedon edhe pjesa e primare. Dëgjoj, unë nuk jam sigurisht atëherë u përmend dhe më herët, pra mekanizmat matës paka shumë janë të arritshëm nga kushdo që është pjesë e shoqërisë. Pra këtu nuk bëhet fjalë vetëm nëse matet pastaj me sa followers a merr dhe me sa likes merr në Facebook. Nëse bëhet fjalë për mekanizma matës, zakonisht Partia Socialiste ka treguar që secili kandidat duhet të ketë 10 plus 3-4 familjar, edhe ato secili nga 10 edhe është kryj puna. Pra mekanizma të tjerë matës, sigurisht ju keni pasur ngjashëm me ne që është pjesa e jetës publike etj. Ajo që po flasun është që numrat tek deputetët që duam kanë qenë shumë herë më të mëdhenj dhe sigurisht nuk është problem që të jenë shumë herë më të mëdhenj. Por çfarë ndodh me këto numra kaq të mëdhenj më pas? Dhe sigurisht të njëjtën gjë unë ja kërkoj dhe Partisë Demokratike për sbrëndshme. Pra çfarë ndodh me secilin kandidat, me secilin person që për shembull bëhet fjalë e kuvendit kombëtar etj. Pra secili duhet të ketë vendin e tij. Në momentin që ti ke një proces me 700 apo më shumë kandidat, ti ke plotësuar stafin e disa ministrive së bashku. Kështu që është gjë e mirë, por duhet pasur parasysh se çfarë kërkohet të arritet me këta persona, apo është vetëm efekt elektoral, siç e tregoj edhe hera parë që ndodhi ky proces, pra vetëm siç e thash më herë 0.5% Unë nuk besoj se Partia Socialiste ju ka premtuar diçka, Daniel. Nuk e di ndoshta arsyeja mund ta Po mirë, cilat janë ato parimet Marta për të cilat këta janë pjesë e programit? Unë do të prononcohem si drejtuese apo përfaqësuese se nuk jam individi që bëj përzgjedhjet e deputetit që duam, por dua të flas si kandidat dhe dua të them procesin. Momenti që ne kemi aplikuar... Ju keni Bora Muzhaqin si kujdestare, kështu e ka quajtur zoti Rama. Koordinatore, po kujdestare, po e citoj atë. Po, çështja është këtu që në momentin që ne kemi aplikuar në deputetin që duam, absolutisht ka qenë bonsensi i gjithë secilit për të aplikuar dhe për ta marrë këtë lloj sfide në një farë mënyre. Nuk keni detyruar për këtë biem gjithë dakord. Absolutisht, nuk është për më tepër që për shembull unë personalisht nuk kam një funksion as në administratë publike momentalisht, kam funksionin e pedagoges dhe të përgjegjës Se je interesuar atëherë të merrje pjesë në këtë zgjedhje? Unë personalisht jam interesuar si rrjedhoja jetës publike që kam patur, si një lloj ambicie politike që kam patur, si vijimi një fitore dikur në programin e punësimit nga studentët ekselent dhe eksperiencës 4 vjeçare që kam patur në administratë publike, si rrjedhoja të gjithë rrethanave aktualisht merrem me procesin e programeve të Erasmus Plus të shkëmbimit studentëve, procesi i integrimit Europian është shumë intregues për mua dhe do doja të isha pjesë në vijim, por edhe një lloj angazhimi në jetën publike më tërheq dhe më vë përpara një përgjegjësie që do doja ta kisha. Dhe gjitha kjo u bë një lloj, po themi, arsye pse unë kandidova. Shumë e drejtë, shumë mirë të merresh me politikën, çfarë do në këtë sens kjo mua nuk ka pse të më çoj askund në vijim të këtij angazhimi. Po nëse mbaron këtu është pyetja. Pra, nëse nuk fiton Arseida. Patjetër. Çfarë ndodh me ty dhe me angazhimin tonë në Partinë Socialiste? Vendimi im personal ta vazhdoj këtë rrugtim, si po themi si angazhim politik i brendshëm qoftë në strukturat partisë apo në vijim me propozime tjera që mund të më bëhen, dhe kjo ngelet në bashkëpunimin e dy palëshëm me partinë, por nga ana tjetër mund të ketë dhe kandidat që e ndërmarrin si iniciativë dhe mund të tërhiqen dhe të vazhdojnë angazhimin tonë me Partinë Socialiste nëse nuk do ishte fituese apo nuk e ke menduar ende. Këtë do ta diskutojmë mbas javën që vjen mbase. Kështu që në diskrecion të kësaj po them që jo të gjithë kandidatët kanë hyrë me një lloj pritshmërie për vijimin. Nga aspekti tjetër, aty ke kandidatë të cilët kanë eksperjenca me vite në Partinë Socialiste, që do thonë mbajnë ndoshta një pozicion politik, mbajnë ndoshta një angazhim të brendshëm, mbajnë ndoshta një angazhim në administratë publike, që do thotë nuk janë të gjithë që vinë vetëm nga shoqëria civile. Pra, ka një lloj diversiteti brenda kandidaturave, që nuk bën sens ta gjykojmë në mënyrë të tillë që duhet kenë patjetër një premtim për vazhdimin. Jo, as nuk po i gjykojmë, unë po pyesim. Migen, kështu analizoj. Kisha vetëm me që dëgjuam edhe modelin e Partisë Demokratike, ajo që i diferencon të dyja modelet nga njëra tjetra është që tek Partia Socialiste mjafton që ti të shprehësh vullnetin për të qenë pjesë e garës edhe për të qenë pjesë e listës, dhe më pas vendos kryetari me mbase 12 që kam mbledhur. Po me ata 12 që kam mbledhur. Procesi
Po ky është procesi pra kryetari me 12. Procesi, po nuk ka qenë kryetari. Po pse është mbledh kryetari me 12? Po ishte procesi, kishte transparent. Do mbledheshin pikët dhe do kishte dalë. Po tani me antarësi voton ta tarësia dhe u përzgjedhën. Janë dërguar propozimet pra këto po. Po tani çfarë është kjo dëshirë për ta kundërshtuar tani? Kjo kështu është, nuk do. Nuk është dëshirë për ta kundërshtuar. Unë po them si ka funksionuar deputeti që duam. Nuk po flas tani për famigjen. Ju keni aplikuar gjithë, por ju zgjidheni nga tjetër kush. Ju keni shprehur vullnetin. Jo vetëm nga kryetari, se këta duan ta gjykojnë patjetër si kryetari i Francës në këtë qasje. Ja ta mbaroj. Do të bëhet një diskutim. Po s'ke nga vetë ti këtu do shkosh prap. Ose ku shkoj unë ato e di unë ti. Po ja pra po ta them tani, ti ke shprehur vullnetin bashkë me 700 të tjerë dhe kryetari me 12 të tjerë është mbledhur për t'ju vendosur ku mendon ai se duhet vendoseni. Sipas multidisiplinarizmit, që do të thotë po ti ishte matrica transparente, ju do rankoheshit pikë, do kishe një software inteligjencë artificiale, do t'ju rankonte dhe do ta dinit ku ishit. Kjo nuk ka ndodhur. Është kryetari me 12 tjerë të cilët do t'ju vendos. Kjo tek Partia Socialiste, tek Partia Demokratike, si duket zoti Sali Berisha me i tendencë për të shfaqur procese demokratike, e ka shquar pak më lartë këtë pjesë, për shkak se është në opozita dhe do të ketë më shumë pjesëmarrje, e ka testuar. Pra ti tek Partia Demokratike nuk ke vetëm mundësinë që të shpresh dëshiren, ti dhe testohesh. Pra hyn në një primare dhe kupton se sa të duan njerëzit ose sa të votojnë njerëzit. Dhe kjo, nga çfarë rezultoi, ishte që po ja pra një minutë, po një minutë se po flas për Partinë Demokratike tani. Tek Partia Demokratike, kryetari i cili e hapi një proces i cili ishte demokratik në dukje, dukshëm kur pa rezultatet që disa njerëz vinin nga baza të pa njohur për të, pa në një kontribut në kuptimin e drejt për drejt me partinë, po vinin nga jashtë dhe të lidhur me qytetarin dhe me problemet e qytetarit, kuptoj që këtu ka një problem. Dhe ditë e dytë tha, shiko dha, ti mund të kesh dalë mirë në primare, tha, po mund të mos jesh dhe fare në listë. Bëri të njëjtën gjë që kryetari i Partisë Socialiste do të bëj. E pa nuk është e drejtë. Po këtu shkuam në dy lidera që sillen njësoj, që i tregojnë deputetit të arshëm që unë kam në dorë kandidimin tënë. Dhe çdo me thënë që unë kam në dorë. Tani, nga teknikisht se si është kompozuar sistemi, hajde të diskutojmë çfarë do prodhoj sistemi. Në momentin, mund të ketë individ që mbledhin vota dhe që kanë impakt. Unë të ndërpreva. Jo, mund të ketë njerëz që kanë impakt, por nga ana tjetër nuk kanë statur. Unë jam i lumtur ta kem gabim. Nëse kam gabim, vendi është më mirë. Po vetëm sa ta mbaroj. Çfarë do të thotë kur dy kryetarët japin sinjale deputetëve të arshëm që ti do zgjidhesh nga unë? Kjo ty të prodhon një model të cilën ne nuk e kemi, domethënë nuk e pamundson një model të ri në politikën e të ardhmes. E pamundson një kandidat që kur ti je deputet i dal kryetarit kundër. Se kryetari ka dhënë mesazh multidisiplinizmit ka zgjedhur unë. Tek primare nuk ishte vetëm primarja, po ishin edhe disa kritere që i kisha unë. Dhe në fund, ti mund të kesh qasje kritike në këtë situatë, jo. Mund të kesh një lloj le të themi vasalitetin ndaj kryetarit, sigurisht që do e kesh. Dhe pyetjet këtu mbeten. Mund ta kritikoj dikush mbi gjenja të pyetson ty. E kemi procesin, procesi çfarë na prodhon. Nëse procesi nuk është demokratik, nuk do prodhoj atë model që ne do duam që këto sisteme të prodhojnë. Arseda, në rast se Arseda nuk përzgjedhet, nuk po ta uroj. Ja ti bëj një pyetje të dyra. Është logjik shumë reduktuese. Ja ti bëj një pyetje të dyra. Sepse është ideja këtu. Në barometër kishte një mos jetë sensi kritik. Fakti pse kryesia e partisë merr vendimin për kandidatët. Mendoj unë nuk ka pse mua më të kurr elementin kritik kjo gjëja. Sepse i bie që kryesia e partisë do ta marrë vendimin final. Kam bigeni me një pyetje, jam kurioze për këtë pyetjen. Në barometër para pak ditësh u tregua që baza e të dyja partive, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kishin besim tek struktura e posaçme e krimit të organizuar SPAK. 65% baza e PD-s, 70% baza e PS-s. Unë dua të pyes kandidatët tani. Të dy kanë kryetarët me probleme me strukturën e le të themi të kësaj strukture. A jeni ju në një linjë me kryetarët tuaj, apo jeni në një linjë me bazën? Për kryeministrin? Po. Ku konsiston kjo? Si ku konsiston? Nuk i dini zhvillimet e fundit. Ma thuaj ti pra ku konsiston kjo? Ja pra konsiston që kryetari juaj i ka thënë strukturës posaçme i ka thënë sigurimi i shtetit. Jeni dakord apo s'jeni dakord? Nuk distancohem nga kjo. Çfarë është kjo?
ju nuk jeni në një linjë me bazën, po jeni në një linjë me kryetarin. Një person I cili aderon një parti politike, jo doj mos duhet t'jetë dakord për çdo gjë që thotë kryetari. Besoj unë nuk dua ta mendoj, nuk dua Migjen ta mendoj që një I ri që aderon një parti politike vjen me mendësi çfarë thotë kryetari bëj unë. Uroj. Po kjo ta sjell vetëm një proces demokratik. Dhe nëse nuk të sjell proces demokratik, ti do ikesh me kryetarin. Në çfarë procesi demokratik në botë e ke parë ti që kryesia e një partie nuk e ka targetin për të marrë vendimin për këtë gjë. Sepse në fund të ditës për të aspiruar për deputet, janë një target të caktuar individë, qoftë nga jeta publike, qoftë nga jeta akademike, qoftë nga deputeti që dua, apo nga primaret, merre ku duash ti. Dhe në fund fare do filtrohet kjo. Unë dua të kujdesim për procesin demokratik të filtrimit. Po shkoj ka filtrim, po ka filtrim me maliq, ka filtrim me ligj. Tani ne këtë duam të ndajmë, e ka filtruar maliqi apo ligji, që do të thotë e ka filtruar kryetari apo demokracia. Pra, demokracia është okej. Por po të themi këtë që ti logjikën e ke reduktuese, sepse ti mua, fakti nga mënyra se si përzgjidhem unë, thua që unë nuk mund të kem mendim kritik. Dhe kjo është e gabuar. Po të zgjodhi një proces vend për kritik kur ti nuk e ke kritare transparente. Po të zgjodhi një proces demokratik, ti je vulnerabel. Po pra, procesi është demokratik. Si do zgjidhet atëherë? Po më keq kupton, unë e kam për ata 700 do dalin. Domethënë po e diskutojmë në parim këtë. Nuk e diskutoj për ty personalisht. Po e di pra dhe unë parim po them se unë s'po flas për veten, se po të flisje për mua, përgjigjesha ndryshe unë. Tani, po flasim për pjesën e kryetarokracisë, që nuk është kryetarokracisë, nuk është vetëm kryetari. Si do zgjidhet? Çfarë është, kush po e zgjidh? Janë drejtuesit e qarqeve pra, thashë që bëjnë propozime dhe pastaj është kryesia e partisë që merr një vendim final. Pse në ty nuk të duket demokratike kjo? Që drejtuesit e qarqeve kanë një qasje, japin analizën e tyre për procesin dhe pastaj është kryesia që merr vendimin final. Ti ishte kryetarokraci do thotë kryetari merr vendimin final, thotë këto do jenë dhe pikë, nuk diskutohet më kjo gjëja. Fakti që ka 3 ditë që kjo mund të jetë duke u diskutuar, sa akoma nuk është e qartë, mund të jetë duke u diskutuar, diskutohet, do thotë që një farë mënyrë është proces demokratik, se po diskutohet për këtë gjë, po bëhet një lloj analize. Nuk po e them do jem unë apo jo fituese. Unë dua të jem fituese, çdo kandidat do të jetë. Kjo është për te rrafshi personal, po del për te personal, se nëse personale fiton apo jo. Unë shikoj një lloj tendence. Ta kritikosh të proces, duke qenë se mund ta kritikosh. Do ta diskutojmë, në primaret e Partisë Demokratike, një kandidat I cili nuk ka marrë fare vota, ka gjithë nuk ka, po themi, le të themi të drejtën e tij për të thënë pse unë nuk jam në listë, sepse është matur që ti nuk merr vota. Dhe ti nuk ke besimin e demokratit, po marr një shembull apo jo Migjen, në një farë sa I takon primare. Dhe ajo që ka ndodhur është që kryetari e zbëri këtë tani, tha, edhe po ti jesh I fundit dhe pa vota, po ke ca kritere që I ka mund të dalësh. Dhe kur del kështu, je gjithë jetën shërbëtor I kryetarit. Dakor, pra e kuptova gjithë qasjen të, por edhe në rastin konkret ka një lloj më të drejtë për të kritikuar nëse. Kurse në rastin e Partisë Socialiste është ende shumë e paqartë, paktën për ne, ndoshta për ju është më I qartë se do të jetë procesi. Kandidatët në përgjithësi, edhe që janë tërhequr për shembull nga pjesa primarëve, me që po diskutonin për këtë, e shikoj që janë shumë subjektiv. Të gjithë e shikojnë vetëm në rrafsh personal, u zgjodha apo jo unë. Dhe kjo gjëja duhet të tejkalohet, mendoj unë pak nga kandidatët. Për interesin e partisë. Për interesin e të mirës përgjithshme të partisë. Edhe Danielit. Daniel, si ka qenë në Partinë Demokratike, është parë vetëm interesi personale, apo është menduar që edhe pas humbjes, apo shgënjimit, humbje, nuk mund ta themi humbjes ende nuk dihet se si do jenë edhe listat e kandidatëve për deputet, se mund ndodhi dhe një person që s'ka patur vota mund të jetë në listë, sikur se tha dhe Migeni pak më përpara. Jo domosdosh përcaktuese vota. Atëherë, në rast parë nuk e di se kush janë këto persona që janë tërhequr, që e kanë shpallur që ky është një vendim personal, për ndryshe do kishin qenë pjesë e garës. E dyta, për qarkun që unë garoj, ka pas figura të larmishme, pra nga njerëz, siç e thash më herët, nga shumë eksperiencë deri në njerëz që mund të kenë eksperiencë, por kanë punuar në struktura, pra jo në publik. Për shembull, një pjesë e jona, përkundër deputeti që duam apo platforma tjera, vjen nga departamenti I Brain Gainit, I cili është risi që për rithemelimit. Pra, për te çdo gjë politike, ne jemi përqasur në atë departament, jemi 85 antar, prej 2 vitesh e gjysmë kemi bërë programe e gjërat ndryshme, dhe ajo e fundit që të dali tani është libri I zi I rilindjes. Pra, ku ne flasim për çdo premtim që është bërë nga Partia Socialiste që në 2013, I cili nuk është mbajtur apo edhe më tej. Pra, nuk kemi ardhur
Kush është autor? Libri i ditës, patjetër. Ky është departamenti i brain gainit. Autor është i gjithë departamenti. Është departamenti, kemi bërë librin e punëve të mira. Cilin kapitull mbulon ti në këtë libër të zi? Do i kesh aty që të gjitha, pa me radhë. Biles ne kemi nxjerrur sepse u kalua pak edhe pyetja e Spakut. Tani, për ne që jemi të rinj, është shumë e vështirë që të futesh në disa tema pak më të vështira, por duhet të jemi shumë sinqert me veten tonë rreth parë. Për ndryshe, po jo, më fal tani, unë nëse do jeni ligjvënës, do votoni apo do votoni. Gjoni se kam, unë kam arritur, unë jam përgjigjem. Prandaj ktheva që ti përgjigjem. Për shembull, Berisha ka shprehur që do e zhbëj, është organizatë kriminale. E ndan Danieli këtë që kanë thënë këtë, kanë thënë edhe zonja Jurita Tabaku në studion time ka thënë që në rastin e zotit Veliaj është momenti i provës nëse Spaku vlen apo jo, pra ja kanë dhënë edhe një shans. Kështu që është zbuluar retorika e Partisë Demokratike Karshi Spaku, kemi të sinqertë. Kandidatë dashëm për deputet. Ja, ta pyesim, se është edhe diasporës, Danieli. Daniel, sepse unë solla dy qëndrime, një të bazës, një të kryetarit. Baza me kryetarin nuk shkon dhe të rinj do shkojnë me bazën, me votusit, apo do shkojnë me kryetarin. Në kjo është për të kuptuar. Ose do mbajnë qëndrimin e tyre. Po mas diskutojnë. Qëndrimi është që kemi një qeverisje të ndarë nga drejtësia. Kjo është qëndrimi. Daniel, si qasesh? Se kemi dhe Skype Danielin dhe shkëputet, po. Po pra, kur ju dha mundësia që ti jep të përgjigjem i genit në studio, preferoj të thoshte no comment, kështu që të lutem ta them edhe unë atë që mendoj. Atëherë, unë kam qenë pjesë e departamentit brain gainit në 2023 kur u arrestua Arresi Shpiaki i kryetarit partisë, ne kemi pasur mbledhjen në Seli dhe kemi qëndruar atë natë aty deri herë në mëngjes sepse mendonim që në radhë parë do të jepnim një mesazh të gjithë demokratëve, në radhë dytë nuk ishim shumë të qartë për çfarë kishin arritur deri në atë vendim. Për te vendimit, ajo gjëja që unë shoh parimisht për Spakun është në radhë parë një strukturë juridike apo është ndërtuar e tillë, por është kthyer në një strukturë politiko-juridike. Pse e them këtë? Ne kemi në krahun e opozitës, pra në krahun e Partisë Demokratike. Drejt bazës apo drejt kryetarit? Domethënë ishte më e thjeshtë. Jo, do ta them edhe atë, po vetëm ta bëj krahasimin. Jo, patjetër, ta them unë atë. Unë jam i ri, vi nga diaspora, unë pretendoj që shteti jon të ketë ligjvënie maksimale. Pra kushdo që ka shkel rregullat e ligjit është marrë me korrupsion, përfundoi atje ku e meriton. Unë nuk vi nga Britania e Madhe tani që them që duhet të kemi një sistem ndryshe nga ky që unë jam mësuar këtu. Por ajo që them është që shumë pavarësi për ta shprehur këtë sepse është edhe i votuar. Si e ka ato pavarësi? Pse unë nuk e kam ato pavarësi? Vetëm një krahasim të shpejtë. Në rastin më fal të opozitës, po nuk kam mbaruar. Sa ta përfundoj gepi në ato. Greta, të lutem ta përfundoj. Ta përfundoj Danieli sepse është edhe në Skype dhe ka problematika her pas here edhe për shkak të lidhjes. Po, Daniel. Atëherë, në rastin e opozitës është arrestuar kryetari i Partisë Demokratike dhe më pas është liruar, pra dhe është arrestuar dhe kryetari i Partisë Lirisë që është pjesë e koalicionit, një nga partitë që ka dhe pesh në koalicion. Tani, në rastin që zoti Berisha është lënë tashmë, nuk është më i dënuar, po është lënë i lirë, kjo mua më tregon që opozita këtu është goditur politikisht, duke qenë se kryetari i është marrë brenda dhe është nxjerrë jashtë sërish. Pra nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta arrestuar. Këtë nuk e mendon baza. Jo, po dakord, po se dua ta bëj krahasimin me qeverinë. Vetëm mundo pak të përmblidhesh, po. Patjetër. Sepse përgjigja po del shumë e gjatë. Edhe po del nga të dy. Jo, patjetër. Atëherë, është arrestuar dhe ka dalë. Që unë si opozitar them, duhet të ishim mbledhur provat e mjaftueshme dhe më pas ishte bërë ai hap, sepse dëmtohet opozita në përgjithësi. Në rastin e kryetarit Bashkisë Tiranës, ai është strukturë administrative e qarkut Tiranës, shtetit Shqipërisë. Pra nuk shkon atje si funksionar i Partisë Socialiste apo i qeverisë, por shkon si funksionar i shtetit shqiptar. Pra një ndryshim shumë të madh. Prandaj them që Spaku në goditjet që i ka bërë opozitës kanë pas një peshë më të madhe elektorale për opozitën se sa në ato që i kanë ndodhur qeverisë. Jo, kështu nuk e mendon baza e Partisë Demokratike që beson në 65% tek struktura e Spakut.
Ajo që është e rëndësishme në procesin e mënyrës se si funksionon dhe mund të them një element. Ajo që është e rëndësishme është që të kemi një qeverisje të ndarë nga drejtësia. Dhe kjo është gjëra më e rëndësishme. Jo, një sekond tani. Por te unë jam e sigurt që gjithë tani në kamera në politike. Nuk është bërë. Nëse e gjykojmë kështu atëherë pastaj i bie që goditja politike e bërë nga SPAK-u ndaj opozitës, paska qenë e qëllimshme. Unë ju vlerësoj ju të dyve. Duhet të thënë që drejtësia unë ju vlerësoj të dyve, por ne kur kërkojmë të rinj në politik, nuk e kërkojmë të rinj si mosh, ne e kërkojmë të rinj si narrativ, si frymë, si qasje, që përfaqësojnë mendimin kritik e çonë përpara dhe që në kuadër të angazhimit vendit dhe rrugtimit vendit në Bashkimin Evropian duhet funksionojnë këto struktura që drejtësia është e pavarur nga pushteti dhe drejtësia funksionon e barabartë për të gjithë. Dhe kjo po ndodh sot. Po ka një hendek mes de facto dhe de jure. Absolutisht, po themi që drejtësia sot po i prek të gjithë, nuk po prek vetëm opozitën. Kemi dhe kryetarin e bashkisë sot që midis këto strukturave që duhet të hynin. Që është në proces. Proceset që duhet na jepnin këto struktura janë shumë të mirë që nxjerrin të rinj ose individ që duan të shprehin, do duhet kalojnë jo thjesht midis një procesi, po midis asaj që çfarë është lënda, çfarë na sjellin, cilat janë qëndrimet, kush është narrativa, cilat janë aspiratat e tyre për të ardhmen, cili është raporti i tyre me kryetarin, cila është kritika që i bëjnë kryetarit, si e demokratizojnë ata partinë, nëse partia ka probleme me demokratizimin, pa gjitha këto debate, unë mendoj që ishin vlerë të shtuar nëse ju i artikuloni dhe i sillni për publikun sepse bën më shumë kontribut për vendin kështu. Dhe bën shumë mirë dhe ky debat, ky diskutim që po bëjmë sot madje. Po kandidatët e rinj që vinë sot për të qenë pjesë e shtuar, qoftë Partia Socialiste dhe Demokratike, po flas për Partinë Socialiste, janë individ që vinë, unë për shembull vin nga bota akademike. Vi me një background, kam një ekspertizë në fushën e integrimit evropian që do të thotë visi një vlerë shtuar për partinë. Dhe tjetër që kjo do të vi me zë politik. Nuk ka se si të mos vi me zë politik. Shumë e bukur. Vjen me zë politik, patjetër që në të mirë të shkurtimisht ka dhe Danieli si në sekondat e fundit. E gjithë kjo është. Ka një mes të rinjve, informalisht, pranohet, nuk po e them me të dy se nuk e kam parë këtë bisedë, po me gjithë pjesën tjetër, pranohet që ka një autokraci dhe detyrohen që të shkelin disa nga parimet për t'ia dalë të ngjiten diku ku më pas do t'i shbëjnë. Ajo që ka rezultuar në 30 vite është çdo kush që ka bërë kompromis. Të se faktojmë do. Jo, të se faktojmë, ose kompromisi. Po ata që një ti, dakor. Po tani ti ke 30 vjet një të kryetar, ti s'ja ka dalë njëri të ricikluar. Përfundesh shpejt e Danieli si në sekondat e fundit. Ty jap gjithëve pak mundësi për ta mbyllur. Po. Apo kaq ishte? Kaq ishte. Kaq ishte në rregull. Daniel, për kë kishte pyetjen? Semi në sekondat e fundit, po mundon të shpërndaj shpejt fjalën. Për deputetin që duam, atëherë me gjithë respektin, për sa ko vini nga bota akademike, cilat janë gjërat që duhen përmirësuar në botën akademike në Shqipëri dhe cilat janë gjërat që janë bërë mirë këto 12 vite qeverisje? Tashi do takojmë javën që vjen të flasim për këto se ti hapën nga para. E dyta, unë kam punur dhe në studio të tjera televizion. Me pikat e mia. Pa i zgjeruar. Pikat ku unë jam mbështetur të paktën për platformën time dhe mund të më thrasësh zonja Gjyli ose Arseida, jo deputeti që duam. Dhe pikat ku unë jam mbështetur, jo, nuk e thash në atë sens, po them për tendencën e Danielit sa shumë i sjellshëm. Personalisht dy kandidat, nuk përfaqësojmë të tërën, se po të përfaqësonim të tërën mbaronte diskutimi. Dhe një nga elementët të paktën për pjesën e arsimit, unë të thash drejtoj zyrën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe jam e përfshirë në një proces që është Liga e Ndërkombëtarizimit, dhe pika më e rëndësishme që jam fokusuar unë sot është pjesa e ndërkombëtarizimit universitar, ku kam hartuar dhe strategjinë e ndërkombëtarizimit, dhe me pjesën në Ligën e Ndërkombëtarizimit universitar jemi 12 universitete të përfshira në drejtimin e profesorit e Temruka dhe në këtë kuadër do përpiqemi të përmirësojmë pjesën e qoftë legjislative, qoftë edhe të shkëmbimit të studentëve për ta bërë më të lehtë që studentët huaj të kenë mundësi të vinë në Shqipëri dhe studentët tanë ta kenë më të lehtë për të shkuar jashtë dhe kjo patjetër që do sjellë një element shumë të rëndësishëm për rrugtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, të shkëmbimit kulturor dhe të angazhimit të pjesës ndërkombëtarizimit universitar, por me rrugën do ta shikojmë sepse ka gjëra pafund për të përmirësuar. Daniel, kërkimi shkencor në Shqipëri ka shumë probleme dhe Migeni dha një buzëqeshje sepse kjo është një temë totalisht do dhe 60 minuta të tjera fatkeqësisht
të cilat unë nuk i kam për t'i vënë në dispozicion, me shumë kënaqësi, do doja shumë për të diskutuar një herë tjetër, ndoshta për t'ju pasur sërish, ndoshta Arsejden në kuadrin e pedagogës, apo të ekspertës e marrëdhënieve ndërkombëtare, apo qoftë ndoshta të kandidatës për deputete, nuk i dihet, bashkë me Danielin, duke uruar të dyve dhe shumë suksese në rrugtimin e tyre, cili do qoftë ai. Është i guximshëm edhe fakti që kanë ndërmarrë për të marrë pjesë në politikë, për që një zë ndryshe ose jo, kjo mbetet për të parë, por dhe për të përballur edhe në panele politike. Migen, faleminderit si për herë që ndesa qytetare është në funksionin e saj qytetar për të shërbyer çështjeve të ndryshme dhe për që një zë kritik sepse i nevojitet shumë. Ne duke falendëruar të tre të ftuar, do shkojmë vetëm në pak minuta publicitete, do shkojmë në Kosovë për zhvillimet sa i përket numërimit të votave, sepse ka disa problematika me sa duket dhe pikpyetja madhe për sa i përket koalicioneve. Kush do qeverisë dhe me kë, cila është formula më e përshtatshme për gjithë, vetëm pas pak qëndroni me ne.